A je në pikën që nuk ja huq asnjëherë? Kom ri, ofër jam, po normalisht preciziteti po sfokusit e dëna të punën e vazhdueshme. Qëse ti nuk i eksperiencë, nuk e din për shembull çka është frika, çka është stresi, atëherë ti kime pas gjithmonë problem, se ti kur t'jen në comfort zonën tënde, ti kur nuk i me huq. Gjithë kime qenë në gjujtje të mira, po kur jenë në presion, atëherë kime pa një verzion këtë tjetër tëndin. Tash problemi është veç ato me e kalu. Nëse ti e kalon ato dhe mendoj që puna e bën për me e kalu që atë fazë, e une jam në mes të qasoj faze dhe jam të punu shumë për me kalu. Mendoj që ka njerë edhe musha pak e bënd vetën eksperienca. O kove të fundit, si do mos edhe vitin e kalu më ka ra medalë shumë jashtë Kosovës, medalë në turnirën kampionate evropiane, edhe mendoj që vitin e kalu më ka ndimu kjo shumë, për me pas se ku bëjo në gabime kur jam në presion, edhe kur të vita në Kosovë, që kam vynë mu me përmirësu. Duket nga trofet që ke sirë në Kosovë. Nëse babi ti ka mësu krejt etapat edhe zhvillimin e bowlingut, a ka diçka që ti ke mësu babit, ose që babi ka mësu gjatë eksperiencës me ti? Po, babit i ka ra me u mirë ndoshta me shumë lojtarë tjerë, po nuk besoj ndoshta që mundet me pas të njëjtën ndjesi kur esha për shembull çikën e vet. Po pra. Të fitu, kështu që po mendoj që çat ndjesi e re, ja kumpru ndoshta në sport. Është shumë ndjesi e mirë edhe është kënaqësi kur treneri jot është baba jot, për shkak që ki shprehen emocione shumë të sinqerta, shumë të vërteta dhe ndoshta që janë të nuk mënesh mja dhoni një fjalë për me e përshkrua atë emocion. Si për të mirë, si për të keq, po mendoj që ato nështë ja ku më ofru, edhe si sportiste, po edhe si vojza e ti. Sa arrini me mbajt, ose gjatë ushtrimeve, ose gjatë turnireve, garave, ku merë pjesë, sa arrini me qëndru në atë raportin si trajner dhe lojtare, apo është e pa mundun pa u përfshi emocionalisht? Po pyetësin në Rumani, ishken në kupën e kampionëve herën e fundit në Austri edhe në IBIBO, në International Tournament që kenë fundit e patëm në Rumani për vitin e kalum, kenë që kjo pyetje. Po kjo jo në formën shëbane ti, po ata e bëjshin në këtë formë. Qysh po ka mundësi dhe këtë ti, me majtë raportin mrena lojës, trener lojtare, dhe më hanë me i thonë komandat edhe ajo mi pranu komandat, si kur jo mësë më kanë kur gjë me zveti, kurse kur po dilni jashtë, dhe ke jeni të hareshëm, jeni avdhin, tash po edhe mjavë të regu është problem me kuptu, kështë që s'mi të regaj është diçka që buron të i brenda. Ajo është e mirë që e kina ndërtu, po ma herët e përmendi që nuk është njëjtë si kur fëmijën tënë me pas të e mësu ose të i nejtë në këshillime me një gardë të madhe si kur lojtarin tjetër. Me spjegu figurativisht, me atë lojtarin tjetër ndridhet kej trupi e zemra me këta mzinet edhe fryma. Apo kuptan është që kjo, që e njën ti pak ma shumë me fëmijën tënë, jo që ti ki qef kjo me fitu, e aj tjetëri bani që ka bani së, se për mu jenë të njëjtë, po me fëmijën tënë ti e njën se, për shamull, momentin që e shet që është të vujt, në pist, ti vun bashk me ta. Kurse me atë tjetërin e ki macet, muno është me relaksu se e shet që nuk ka mundësi. Dëmonë që kjo është në dalimi mes lojtarit që e ki edhe fëmi, edhe lojtarit që nuk e ki faktikisht gjakot tënë, në kuptimin sepse ajo është genetike edhe është e natyrshme, së mënësh me dalë ti pej natyrës tonë. Na, për njojna shumë, edhe në shikim të parë, ka pas raste kur për shembull moshatar të menë në bowling, ka ardhë u qudit, më ka thonë tja, babe ki këta, e ku më thonë, po pse? Edhe nuk ka pas, po. Qëta besoj që e kena pas shumë të mirë edhe gjithmonë mundohemi me mbajt për shkak që në qofë se na me të vërtet i shprimi këtë emocionet që i kemi si babe bi në pist atëherë nuk ka sens. Sporti është sport, jeta në familje si babe bi është babe bi, kur të henë në lojë në disiplina në profesionizme. është disiplinë, është sport. Kjo është që aja dëmonë, është disiplinë, është mindset që ti dush nëse dënë profesionalisht, në ata shimi hi në gara ndërkomtare, në ata shim me një farforme, jem të bo gara me kejtë Evropën, mos të me dhe me kejtë botën, kështu që ata janë shumë ma përpara se na po flasë tu njës për i shtetit edhe prej financave, për i shumë gjana, po na nuk jem me këto që i kem, që nuk jem keq tash,
jem të bagara dhe jem të i sfidu, që me një farforme me dhonë edhe këta si informatë se nuk është diçka fshetësi. Për shembull, vitin e kalum, treneri i Gjermanisë, ja ishëm në kupën e kampionëve, ka ulej kishke 16 vjetë, e ato tash ishëm